Bismillahirrahmanirrahim. Rregulla për martesën. Pengesa e martesës me shariat. Sipas dispozitave të shariatit, pengesat për të lidhur kuror janë lidhja sipas gjakut, lidhja sipas vjehërrisë, lidhja sipas qumshtit dhe pengesat e tjera të përkohshme. Lidhja kurore sipas dispozitave të shariatit nuk mund të bëhet me këta të afërm sipas gjakut, me nënën, gjyshen, vajzën, besën dhe pasardhësit e saj, motrën, bijën e motrës dhe të vllajt dhe pasardhësit e tyre, tezën dhe hallën. Lidhja kurore sipas vjehërrisë, nga qëndrimi Islam nuk është e lejuar me nënën e gruas, njerëkën, rejen nga djali, o as me rejat e nipave të tij dhe me brezin zbritës të gruas. Martesa sipas lidhjes nga qumshti nuk është e lejuar, sipas dispozitave të shariatit në të njëjtin drejtim si edhe sipas lidhjes nga gjaku. Lidhja sipas qumshtit bëhet atëherë kur një grua jep gjifoshnjë së dikujt në 2 vitet e para pas lindjes. Ajo me këtë bëhet nën e tij sipas qumshtit, ndërsa fëmijët e saj, vëllezër dhe motra sipas qumshtit. Muslimani nuk e ka të lejuar të lidh kuror me motrën e gruas, tezën, bijat e vllajt dhe të motrës së saj, përderisa ka gruan të gjallë, por pas ndarjes shkurëzimit mund të lidhë një kuror të tillë. Nuk është e lejuar të lidhet kuror me të vjen ose me gruan e ndarë, përderisa është në idet, pritje. Islami parimisht e toleron kurorën e lidhur me pjesëtaren e ehlul kitabit, pasus të librit, gjithsesi me të krishterë dhe hebrej, ndërsa muslimania sipas dispozitave dhe normave të shariatit mund të martohet vetëm me musliman. Kurorzimi. Martesa kryhet me lidhjen e kurorës para organeve shtetërore kompetente. Mirë po për muslimanët është e domosdoshme që krahas lidhjes së kurorës para organeve kompetente të lidh kurorën dhe sipas dispozitave të shariatit, që të cilën na mundsojnë edhe dispozitat pozitive ligjore. Sepse lidhja e kurorës islame ka formën e një akti fetar, ndaj e kanë për detyrë ta kryejnë dhe të sillen në pajtim me të. Kurorën sipas dispozitave të shariatit mund ta kryejnë personi fetar i cili është kompetent për një veprim të tillë. Personi i cili e kryen lidhjen e kurorës është i detyruar që t'i kërkojë të gjitha faktet të cilat mund të jenë pengesë për lidhjen e kurorës sipas dispozitave të shariatit, siç janë lidhja e gjakut, qumshtit dhe vjerrisë. Nëse fejuara është grua e shkunërzuar ose vej, kurorëzimi mund të bëhet sapo t'i kalojë ideti, pritja. Kur të konstatohet se në këtë aspekt nuk ka kurfar pengesash, të fejuarit do të merren vesh me lartësinë për lartësinë e mehrit, pajes së nusrisë. Dhe në praninë të dy dëshmitarëve musliman do të kryhet akti kurorëzimit sipas dispozitave që i parashë sharia.